Ilas Kodra I ka përngjo edhe në sjellje, edhe në punë, edhe në organizim Adem e Hamzi Jasharit, prandaj ai ka vazhduar rrugën e tyre e të Fehmilla Dropsit dhe është një nga komandantët më të jashtëzakonshëm të ushtrisë tonë çlirimtare, andaj emri I tij do të shkruhet me shkronja të arta në historinë e popullit tonë. Kosova është më e fortë se kurrë. Ushtria dhe policia, edhe për nga aftësitë, edhe për nga madhësia, janë në nivel të lartë dhe kur më askush nuk guxon që të na mësy për të vrarë pleq e fëmijë, gra e burra, 3 e 3, siç është bërë në luftën e fundit në Kosovë. Kum thonë, u vro baba me sautin. Edhe mas 2 dite kum kallëzu për babë temin. Edhe për ushtarës kum mujtë me kallëzu në s'di sa gotë dhe u krye dhe lufta. Na thej ke kallëzëm një se u vro, thisha ju I na unë shku dikon në qëtash dhe I vjenë. Sa po vendosëm lule të freskëta në nderim të jetës dhe veprës 42 dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ranë heroikisht duke mbrojtur civilët e pafajshëm të fshatrave të Drenicës, të cilët përballeshin me sulme të egra nga forcat okupatore serbe. Në mesin e tyre ishte edhe komandanti Ilas Kodra, I cili u rrit në prekaz, në prekazin e atë dashurisë, ai që në rini u frymëzua nga luftar të guximshëm dhe nga idealist që e dinin që liria nuk fitohet pa luftë. Ilas Kodra ishte ndër të parët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai shërbeu edhe si frymëzim, edhe në stërvitje, edhe në mobilizim për shtimin e radhëve në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Pas rënjes heroike të komandantit Fehmilla Dropsi, ai mori në udhëheqje brigadën 114
dhe deri në fund të jetës së tij bëri gjithçka për liri dhe për vendin tonë. Lavdi veprës dhe jetës së dëshmorëve të kombit, lavdi Ilas Kodrës. Komandanti Ilas Kodra ra heroikisht para 27 vjetëve, pikërisht kur ishte në prag të ditëlindjes së tij të 33, më saktësisht 30 pa i mbush 33 vjet, bashkë me 42 luftarë të tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke mbrojtur popullsinë civile, ai ra në ballafaqim të drejtë për drejtë me forcat armike të Serbisë. Ilas Kodra ishte komandant i brigadës 114 të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila mbante emrin e Fehmi Ladrovcit, pasi që Fehmia Gjeva dhe Fatime Hetemi ranë heroikisht në ballafaqim po ashtu me forcat armike serbe në shtator të vitit 1998. Ilas Kodra i ka përngjall edhe në sjellje, edhe në punë, edhe në organizim Adem e Hamz Jasharit, prandaj ai ka vazhduar rrugën e tyre e të Fehmi Ladrovcit dhe është një nga komandantët më të jashtëzakonshëm të ushtrisë tonë shërbimtare, andaj emri i tij do të shkruhet me shkronja të arta në historinë e popullit tonë dhe rënja e tij, gjaku i tij dhe i bashkëluftarëve të tjerë që u bën dëshmor na ndriçon rrugën përpara, por njëkohësisht edhe na e mëson se sa i shtrejt ka qenë çmimi për lirinë që e gëzojmë e për shtetin që e kemi. Lavdi komandantit Ilas Kodra dhe gjithë luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët sakrifikuan e u flijuan për lirinë e popullit e çlirimin e vet. Nderuar gazetar, 27 vite më parë, Globari, Vërboci, Shtutica, Trsteniku, Baksi, Poluzha dhe fshatra tjera të Drenicës u përballën me sulmin e forcave okupatore serbe. 276 civil të parmatosur e të pafajshëm u masakruan. Disa prej trupave u dogjën, ndërsa të tjerë u dërguan në rashk të Serbisë me qëllim që të fshihen gjurmët e krimit. Vrasjet e foshnjave, fëmijëve, vajzave, grave, pleqve janë dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Më 30 prill 1999, pra në Poadit, në mbrojtje të civilëve të parmatosur e të pafajshëm, ranë 42 ushtar të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, tash dëshmor të kombit. Në mesin e tyre, edhe heroi Ilas Kodra, i cili e udhëhoqi brigadën 114. Sot ne nderojmë veprën e tyre sublime, nderojmë jetën e martirëve dhe veprën e dëshmorëve të kombit.
Janë ata që kanë mundësuar që sot ne kemi shtetin e Kosovës, lirinë e pavarësinë, të cilën duhet ta nderojmë me punë të vazhdueshme. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Në Shtutice, Vërboc, në Glabare, Baks, në fshatra të ndryshme të Drenicës, në secilin prej këtyre para 27 vjetëve ranë dhjetra martir e dëshmor të kombit dhe, siç thuhet edhe në këtë memorial, gjaku i tyre është ndrruar në dritën e lirisë që na ndriçon rrugën përpara, na përkujton prej nga vim dhe në këtë mënyrë jemi të sigurt se ku shkojmë. Republika e Kosovës, demokratike, pavarur, shtet i orientuar ka Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, i ka rrënjët e lirisë së saj dhe themelet e sistemit të institucioneve në gjakun e këtyre dëshmorëve edhe martirëve. Pas 27 vjetëve, shumë kriminal serb po arrestohen ose po gjykohen në mungesë dhe ka përparime sa i përket edhe zbardhjes së fatit të pagjeturve të zhdukur me dhunë, por edhe sa i përket ndëshkimit të kriminalëve të Serbisë. Duhet bëhet më shumë nga prokuroria dhe gjyqësori, duhet të veprohet më shpejt nga prokuroria dhe gjyqësori, për shkak se një mend dëshmit materiale janë këtu, mirë po në anën tjetër dëshmitarët po mplaken, shumë prej tyre edhe po ndrojnë jetë, prandaj na duhet që të nxitohemi, që të kemi sa më shumë drejtësi për viktimat tona. Në anën tjetër, Kosova është më e fortë se kurrë, ushtria dhe policia, edhe për nga aftësit, edhe për nga madhësia, janë në nivel të lartë dhe kur më askush nuk guxon që të na mësy për të vrarë pleq e fëmijë, gra e burra, 3 e 3, siç është bërë në luftën e fundit në Kosovë. Dëshmorët dhe martirët e kombit ne i përkujtojmë për herë dhe do t'i kujtojmë për gjithmonë. Njëkohësisht nuk harrojmë se gjenocidi i Serbisë i viteve 1998-1999 është gjenocidi i 4 dhe i fundit i Serbisë. Por janë edhe 3 gjenocide tjera që na i ka kryer ajo mbi popullsinë tonë në brezat e mëhershëm. Është ai gjenocidi para 150 vjetëve, para e rrotull paqes Shën Stefanit të Kongresit Berlinit, pastaj është gjenocidi i 2 luftrave ballkanike dhe është gjenocidi në përfundim të luftës së dytë botërore. Pra gjenocidi i Serbisë mbi popullin e Kosovës i viteve 1998-1999 është veç se gjenocidi i 4 dhe i fundit. Asnjëri prej këtyre gjenocideve nuk falet. Serbia na ka pamatshëm borxh dhe me forcimin e shtetit tonë në njërin anë dhe të mbrojtjes kufive e të territorit në anën tjetër, ne i dalim zot popullit e shtetit, por në të njëjtën kohë edhe në përputhje me amanetin e dëshmorëve kryejmë përgjegjësitë shtetërore. Republika e Kosovës dinjitetin e sovranitetin, socioekonominë, integritetin territorial e institucional, forcën e sigurisë dhe policinë, i ka në nivele gjithnjë e më të larta dhe një përparim e një ngritje e këtillë vetëm sa do të vazhdoj në javët, muajt dhe vitet në vijim. Lavdi të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit shqiptar të gjitha epokave. Është bëllë e ranë e zërshme se na 6 familjari kena që të dëvranë.
E kam babën, 2 vllaznin, 2 migjallarët dhe djalin e miqës. Unë jam ka 20 vjeçare, jam ka së në luftë mu krejt familja më besun, tha merri gra e fëmijë dhe ecë se këta dolen mal. Tanë që kur i kanë vra, unë krejt jam kujdes për gjetjen e tyne, identifikimin edhe krejt me modh jam ka. Ma i madhe djalë na ka jetë 11, ma i vogli 1 vjet edhe qështi kena rrit. Na i vadit na kanë nisë për drenas edhe në anike zemra diçka si ka ndodh, e kum dit mas 4 ditës janë të vranë tonë. Që të shpia që të jena këthy fel, na kanë mojt mshel 3 det, jena këtë maltretune krejt po folë zëtit, si jena ka diçka më na bo keq neve, edhe kur i na shkun klin në Skenderaj, ato kum dit si jenë vrau familjarët e mi. Kur jenë dollë mal, në ushtori o dollë në vitë frëntit, ushtori o dollë në vitë frëntit, baba jam o dollë me tjetër kanë vllavi jam o dollë me grup tjetër, ogja i madh, o dollë me vllata e të vëglin, o dollë tjetër pjesë, po që ato momente krejt ishin ka bashk. Ato jënë vra 4, jënë vra, 2 i kanë marrë peng, vllavën ma kanë plagus në baks, ai u koj plagusën edhe në gjami Qerezit. Ata vllavën edhe migjen i kom gjetë në Shavarinën, i kom identifiku. Thujnë shumë ka pos gjakderi dhe i ka tregu migja se toni kanë vrau. Edhe migja, ai thujnë i ka hu vedia, krejt ata e në vraun atje. Edhe 3 javë detën e ku mojt veç vetë, si kum kallëzu kërkën as janë të vraun. Se i na kona grotë më dhem shinona jam, i thonë për 2 djemte, për burë, o ko shumë e ranë. Mi thonë, grus migjës se ka pos veç 1 djallë, e për mu ko shumë edhe me ranë. Mi thonë, qikës migjës të ka vra baba, se veç atë qike ka pos, ko edhe për mu shumë e ranë, po ka dali, e kum bo. Mas pari kum kallëzu për migjë temin edhe për vlau. Migja i madha, ju ka 72 vjetë, kum thonë, u vra baba me sautin. Edhe mas 2 dite kum kallëzu për bab temin, edhe për ushtarës ku mujtë me kallëzu në mesti, zdi sa gotë dhe u krye dhe lufta. Na thejke kallëzëm njësë u vra, thisha ju i na unë shku dikon në qëtash dhe i vjen. Tanë që i ka kallëzu një kusheri, e në varrezë masive i kum identifiku vllavën edhe miqen. Me madhe jem ko krejti kum pos në grësht se i thujnë, këqërshin veç syte mi. Mi qunë naunën u kon shumë zërë. Edhe migja ka nejt me neve shumë gruja, o kon tjetër kon e bos teshat. E pora i kum identifiku për krejtve ato se teshat jam njufta. Se i kena qyrë, i kena ljau e krejt. Edhe ato i kena identifiku. Për mu ka shumë zërë, po atëherë jam ka shumë e fërë që më kanë dhimë thmija. Ma i vogli u ka 1 vjeç, tjetëri 11, po falë zëtit, ne ka ru zëti me atë dhe i kena pas nënat shumë të mira. Ma kanë desh, ma kanë afru, zëtruna i metë dhe i sëtë po valoj sëtë. Tash s'po mujna me doru. U bo ka kuhe gotë, edhe në varreza këtë jena dalun se letja tërkon. I merë gjithë cilit e dë vetit, na vina për ta, na vina gjdo javë gati vina. Për nevo ka dhe humbje madhe se mas lutën na dhe që në 2 grata në shi, 8 vejet për nevo ka shumë zërë. Unë e vish për familje tem fulli, për kërkan ju, për familje tem zero kanë dhome. Zero, krejt djemt, pas 2 na kanë jetë këtë, i kanë kry fakultetet edhe ju ndalë. Ju ndalë jashtë se kush nuk i ka dha për krauje neve që të kërkosh heq. S'kena pos për krauje, du di ka me dalë me jetu jetën vetën, pa për krauje. Për neve s'kanë bo kur gjë. Une jam krenore për familjen tem, dhe si s'ko ma ne. Familjet i kujtojnë gjdo herë familjet. Jash familje fësy me thasë. Veç familjet janë ata si i kujtojmë gjdo minut jena me ta. Burë, shiv, tëft, gjithë shka me ta jenë. Për nevo ka shumë shtirë edhe anë shtirë besa gjithë.